Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, kryesisht mbi përdorimin e gjuhës shqipe, përfaqësimin e institucione dhe nevoja e bashkimit të faktorit politik shqiptar, kur bëhet fjalë për të mbrojtur çështjet që lidhen me mbrojtjen e të drejtave të tyre, ishte në thelb të takimit ndërmjet presidentit të Republikës së Shqipërisë me kryeparlamentarin e Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi. Në deklaratën zyrtare të shpërndarë nga presidenca thuhet se shqiptarët janë faktor shtetformues në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Garantimi institucional me kornizë ligjore detyruesi të drejtave të fituara dhe jo produkt i balancave të rastësishme është një garanci më shumë për avancimin real të Republikës Maqedonisë së Veriut drejt proceseve integruese, apelon Bajram Begaj. Vetëvendosja ia fatoroi sërish opozitës një dështim të mundshëm për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Ministri i Punëve të Jashtme Glauk Konjusa tha se negociatat për zgjedhjen e presidentit po vazhdojnë dhe zgjidhja sipas si do të varet nga vullneti i opozitës. Në temi shumë më rëndësishme është që Kosova ta ketë presidentin, e vetë se sa që ai ta ketë emrin Glauk Konjusa. Shumë më rëndësishme është që ta kemi një president. Kjo është e para. Pastaj për emrin mund të pajtohemi, mund ta gjejmë një konsenzus mes subjekteve politike. Unë çysh e kam pa deri tash të dy subjektet politike nuk kanë qenë të vullnetshme me propozu emra. Kjo është edhe arsyeja pse jemi këtu ku jemi dhe nuk po duket që deri tash kemi gjetë një zgjidhje. Natyrisht do të besojmë zgjidhjet deri në fund. Janë edhe 12 ditë, 13 kanë me deri në fund. Por kryeministri tashmë besoj që do t'i drejtohet edhe një herë partive politike. LDK-ja ma ka lënë për shtypjen që do të takohej, jo veç edhe një herë nëse ka nevojë, po më shumë se një herë, dhe ta gjejmë një zgjidhje për presidentin. Kryeministri Edi Rama premton ndërtim të pallatit të djegur nga vetë ndërtuesi, ndonse kushtet e ndërtimit sipas tij nuk ishin shkak për djegjen. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shqiptare tha se të dhënat paraprake tregojnë se shkaku i zjarrit nuk ka lidhje me vetë ndërtimin. Kryeministri Edi Rama u bëri thirrje qytetarëve që të sigurojnë shtëpitë e tyre. Nuk mund t'i lënë vetëm njerëzit e dëmtuar në pronën e tyre, dhe nga ana tjetër, taksa paguesit nuk mund të paguajnë për një humbje që duhet të mbulohet nga sigurimi. Një rast i qartë për të gjithë që të kuptojnë se sigurimi i shtëpive kundër fatkeqësive është absolutisht thelbësor, shkruan kryeministri i Shqipërisë përmes rrjeteve sociale. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin bllokadën ndaj Iranit. Komandanti i Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, Brett Cooper, njoftoi përmes rrjeteve sociale se forcat amerikane ka ruajtur dominimin detar në linjën e mesme dhe brenda më pak se 36 orësh nga fillimi i bllokadës e kanë ndaluar plotësisht tregtinë detare me Iranin. Në një postim të veçantë, CENTCOM tha se shkatruesit e raketave të drejtuara nga Marina ishin të përfshira në operacion. Bllokada po zbatohet në mënyrë të paanshme kundër anijeve të gjitha kombeve që hyjnë ose dalin në zonat bregdetare ose portet në Iran, thuhet në deklaratën e Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qëllimi është të parandalohet Iranit të nxjerrë të ardhurat nga tarifat për kalimin nëpër ngushticë dhe të ulen të ardhurat e tij nga nafta. Departamenti Amerikan i Thesarit vendos të mos rinovojë lehtësimin e përkohshëm të sanksioneve për disa eksporte të naftës nga Irani në një lëvizje që synon të ruajë politikën e presionit maksimal ndaj Teheranit. Sekretari Amerikan i Thesarit Scott Bessent deklaroi muajin e kaluar se autorizimi i përkohshëm vlente për shitjen e naftës bruto dhe produkteve të naftës me origjinë iraniane që ndodheshin të ngarkuara në anije me afat deri më 19 prill. Sipas tij, kjo mas pritet të sillte shpejt rreth 140 milion fuqi nafte në tregjet globale. Rreth 1/5 milion fuqive naftë që konsumohen çdo ditë në botë kalojnë zakonisht përmes ngushticës së Hormuzit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.